Kreu i grupit parlamentar të PS-s dëshmoi për afro 4 orë në gjyqin për dosjen Partizani, ku i pandehur është edhe kryedemokrati Berisha. Balla tha se i qëndron kallëzimit bërë, ndërsa të pandeurit e tjerë thanë se ai gënjeu dhe se çështja është e sajuar. Përfundoi afati për dorëzimin e kandidaturave për kryetar të PD-s. Bashkë me Berishën janë 5 emra që kanë shprehur interes për drejtuar Selim Blu. Mes kandidatëve është edhe Ervin Saliani, por Flamur Noka tha se ai nuk do të pranohet. Prokuroria e Tiranës përfundoi hetimet për dosjen e njohur si onkologjiku dhe ka dërguar për gjykim zëvendës drejtoreshën e QSOT-s. Mjekë specialist ata akuzohen për shpërdorim të detyrës pasi dërgonin pacientët në spitale private. Ministria e Financave thotë se po ndjek me vëmendje situatën e rritjes çmimeve dhe mund të ndryj me një paketë mbështetëse për shtresat nevojë. Nga një korriku do të nisë kompensimi i TVSH-s për fermerët. Kosova do të shkojë në zgjedhje të parakohshme parlamentare më 7 qershor. Ushtruesja e detyrës presidentit, Albulena Axhiu caktoi të dielën e parë të qershorit për votimet, pas konsultimit me partitë politike dhe KQZ-n. Presidenti Donald Trump po shqyrton mundësinë e rinisjes së luftës ndaj Iranit. Shtetet e Bashkuara po përgatiten për atë që cilësohet si stuhia e pashmangshme, ndërsa lideri suprem i Iranit u zotua të ruajë aftësitë bërthamore dhe të mbrojë ngushticën e Hormuzit. Kontarja shqiptare e futbollit do luajë një miqësore me Izraelin më 3 qershor në Air Albania në Tiranë, më pas kuqezin do zhvillojnë një tjetër test me Luksemburgun në kryeqytet. Pas këtyre takimeve do të vendoset edhe për Silvinjo. Zonja dhe zotërimi mbrëma, mirë se erdhët këtu në televizionin Klan. Ky është edicioni i fundit i lajmeve. Kryetari i grupit parlamentar socialist Tauland Balla ka dëshmuar për afro 4 orë në gjyqin për dosjen Partizani, ku i pandehur është edhe kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha. Për afro 4 orë, kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste, Tauland Balla, dëshmoi në gjyqin ku po gjykohet ish kryeministri Sali Berisha, dhëndri i tij Amar Brëmalltezi e 4 persona të tjerë, për dyshimet se janë përfshirë në korrupsion e pastrim parash në privatizimin e kompleksit Partizani. Balla u pyet si dëshmitar në cilësinë e kallëzuesit dhe ju përgjigj interesit të SPAK mbi detajet e denoncimit dhe të Amar Brëmalltezit e avokatëve mbi mënyrën se si kishte gjetur informacionet. Në përfundim, për mediat, kreu i grupit parlamentar të PS-s tha se uronte që procesi të ishte i drejt. Unë nuk jam nga ata persona që kam bërë një kallëzim penal me emër tjetër, kam vënë emrin tim dhe i kam qëndruar për gjatë gjithë deklarimeve të mia atij kallëzimi penal bërë në nëntor të vitit 2020. Ka një shprehje të bukur, drejtësia vonon por nuk harron, dhe e vërteta është që privatizimi i kompleksit sportiv Partizani, fusha sportive Godina, të cilat sot mund të ishin në dobi të djemve dhe vajzave të rinjve të Tiranës për aktivitete sportive, sot janë 17 kulla të cilat kanë prodhuar pasuri. Por për Amar Brëmalltezin, Xhimi Begene, avokatin e ish kryeministrit Sali Berisha, Balla me dëshminë e tij gënjeu dhe vërtetoi që kjo çështje është e sajuar. Pra një kallëzim i Tauland Ballës 11 gënjeshtra. A mund të jeti besueshëm kur një kallëzim ka 11 gënjeshtra, nuk ka 1-2? Ka qenë një ditë shumë e mirë për drejtësinë, sepse është një drejtësi e cila dëgjon 4 orë gjysmë një gënjeshtar, e kupton, i cili 50% dëshmisë nuk e mbante mend, edhe 50% i referoi mediave, po jo konkretisht e cila. Ne e morëm pronën tonë nga ai që kishte privatizuar përpara të klubit sportiv Partizan. Seanca e radhës për gjykimin e kësaj dosje do zhvillohet në 11 maj ora 13, ku do të vijohet me dëgjimin e dëshmitarëve të thirrur nga SPAK. Më herët, gjykata e posaçme pranoi thërritjen si dëshmitar edhe të kryeministrit Edi Rama me kërkesë të pandehurve. Ka përfunduar mesditën e sotme afati i dorëzimit të kandidaturave për kryetar të Partisë Demokratike. Së bashku me Berishën janë edhe 5 emra të tjerë, mes të cilëve edhe Saliani, por Flamur Noka tha se emri i tij nuk do të pranohet.
Pesë janë emrat të cilët kanë shprehur interesim për të qenë kandidat për kryetar të Partisë Demokratike në zgjedhjet e 23 majit. Kryetari aktual i Partisë Demokratike, Sali Berisha, ka konfirmuar se do të futet përsëri në garën elektorale për të mbajtur drejtimin e forcës politike më të madhe opozitare. Emrat të tjerë të cilët depozituan dokumentacionin pranë Partisë Demokratike në orën 12, kur ishte dhe skadimi i afatit zyrtar, janë ish deputeti i Partisë Demokratike, Ervin Saljanji, i cili prej muajsh ka nisur një tur takimesh me demokratët, nga ku ka kritikuar lidershipin aktual të Partisë Demokratike. Evi Kokalari, e angazhuar në Partinë Demokratike në foltorët e Berishës gjatë kohës që kjo forcë politike ishte e përçarë, Alesia Balliu, ish antare e Këshillit Kombëtar dhe Mereme Sela, antare e Partisë Demokratike. Në mungesë të pritjes nga zyrtarët e Partisë Demokratike, përfaqësuesit e personave që shprehen interesim për të qenë kandidat i dorëzuan dokumentet në recepcionin e Selis Blu. Për Ervin Saljanjin, pati dhe një qëndrim për mediat sekretari i përgjithshëm Flamur Noka, duke paralajmëruar se kandidimi i tij nuk do të pranohet. Kur të hapet gara për administratorin e bizneseve të Gysit, atëherë është tjetër gjë. Unë flas për Partinë Demokratike. Por Gysin nuk ka për qenë kurrë kjo derë hapur. Pas dorëzimit të dokumenteve, do të jetë Komisioni i Organizimit dhe Kontrollit të Operacioneve Elektorale që do të bëjë vlerësimin e tyre dhe më pas emrat ja përcjell kryesisë së partisë. Do të jetë kryesia ajo që do të vendosë se kush nga emrat e interesuar do të jetë kandidat për kryetar të Partisë Demokratike. Pas përfundimit të procesit zgjedhor për kryetarin e partisë më 23 maj, Partia Demokratike do të mbledh kuvendin kombëtar më 30 maj, ku priten ndryshime statutore dhe riorganizim të strukturave drejtuese të Selis Blu. Kryeministri Edi Rama ka publikuar raportin e fundit të Sigma OECD që sipas tij ka vlerësuar punën e Agjencisë për Media dhe Informacion. Raporti më i fundit i Sigmës dhe OECD-s, që ka analizuar koordinimin e komunikimeve qeveritare nga zyrat e tyre të shtypit për vendet kandidate për t'u andarësuar në Bashkimin Evropian, vlerëson pozitivisht punën e Agjencisë Shqiptare për Median dhe Informimin, ndërkohë që jep dhe rekomandime për koordinim më të mirë ndërministror të komunikimeve. Për kryeministrin që reagoi lidhur me këtë raport, vlerësimet e bëra në këtë dokument përmian, rrezon akuzat e bëra në adresë të agjencisë. E vërteta që është ndryshe, shumë ndryshe, sepse kjo Agjencia për Media dhe Informime se pakëzuar në lindjen e saj me bombat e me baltën e pushtetit të katërt, lua ka një rol krejt tjetër, ena që ka në shërbim cilësor të mediave dhe publikut natyrisht. Dhe këtë nuk po e them unë, këtë thot raporti Sigma OECD, një ndër ato burime institucionale ndërkombëtare, reputacioni i fortë të cilave është krijuar mbi respektin për faktet, jo mbi perceptimet, mbi analiza profesionale, jo mbi paragjykime arbitrare, mbi vlerësime objektive të vërtetave, jo mbi amplifikime subjektive të gjysmë të vërtetave. E vërteta vonon por nuk harron sipas Edi Ramës, i cili e përgëzon skuadrën e Agjencisë për Median dhe Informimin, duke e cilësuar si të stërmerituar vlerësimin e marrë në këtë raport. Kreu i opozitës Sali Berisha thot se integrimi i Shqipërisë në BE është bërë i pasigurt për shkak të qeverisë. Nga Zagrebi, ku mori pjesë në forumin e Unionit Demokrata, i tha se pengesat kryesore janë autokracia zgjedhore dhe narkoshteti. Në ditën e dytë të forumit të Unionit Demokratik Ndërkombëtar që po mban punimet në Zagreb, kryedemokrati Sali Berisha, teksa mori pjesë në sesionin kushtuar perspektivës europiane të Ballkanit Perëndimor, theksoi se procesi i integrimit të Shqipërisë është bërë i pasigurt për shkak të faktorëve të brendshëm. Mendoj se për momentin pengesat kryesore të integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian janë autokracia zgjedhore, edhe më keq se kaq, Shqipëria është i vetmi narkoshtet në Europë. Drogat në Shqipëri kanë fuqi të jashtëzakonshme. Berisha denoncoi dhe propozimin e përbashkët të Ramës dhe Vučić për integrimin në Bashkimin Evropian të vendeve respektive, sipas tij, edhe pa u plotësuar të gjitha kushtet. Iniciativa e fundit e çuditshme është propozimi me një letër të hapur të nënshkruar nga Rama dhe Vučić, drejtuar Bashkimit Evropian për ta pranuar këtë vend me një integrim të dorës së dytë. Një procedurë e tillë nuk ekziston në Bashkimin Evropian, prandaj unë personalisht mendoj se procesi duhet jetë i bazuar në merit. Sipas Berishës, procesi më themelor për një vend demokratik janë zgjedhjet dhe krijimi i mundësisë për rotacionin e pushtetit. Nëse arreston 2 liderë të partive kryesore të opozitës dhe vendos në proces penal pas një arsye ligjore edhe të tretin, në vitin e zgjedhjeve kjo ndodhi në Shqipëri dhe në Tunizi. Të dyja i bën këto. Nëse jep 2.1 miliard euro, fshin gjoba dhe interesa 2 ditë përpara zgjedhjeve për të bler votat, atëherë nuk ka më zgjedhje. Ky forum ka mbledhur në kryeqytetin kroat liderë dhe figura të rëndësishme politike nga e gjithë bota për të diskutuar sfidat globale dhe rolin e së djathtës në një rend ndërkombëtar në ndryshim.
Prokuroria e Tiranës ka përfunduar hetimet për dosjen e njohur onkologjiku dhe ka dërguar për gjykim. Prokuroria e Tiranës ka përfunduar hetimet dhe ka dërguar në gjyqish drejtoreshën e qendrës spitalore universitare Nën Tereza dhe 5 të tjerë, mes të cilëve mjek të pavionit të onkologjikut, pasi akuzohen për 3 vepra penale. Konkretisht ata dyshohen se kanë shpërdoruar detyrën fshehur të ardhurat, si dhe tregtuar e transportuar mallra të kontrabanduar. Ishte një hetim i prokurorisë së Tiranës i nisur në 2021, që zbuloi se ish zëvendës drejtoresha Brikena Qiriazi dhe mjek të QSOT nuk e jepnin pacientëve shërbim në spital, por i orientonin ato drejt klinikave private. Qytetarët e diagnostikuar me tumor me qëllim për të marrë shërbim shëndetësor i drejtoheshin klinikave private sipas orientimeve që u bënin mjekët dhe kundrejt tarifave të fryera, kryeshin shërbime dhe ndërhyrje kirurgjikale, të cilat duhet të jepeshin falas nga mjekët e QSOT. Klinika private në të cilin merrnin shërbim pacientët e Sëmur ishte në pronësi të Alil Gashit, gjithashtu në akuzë për fshehje të ardhurash, pasi nuk lëshonte asnjë faturë për ndërhyrjet kirurgjikale që kishte kryer. Po ashtu në akuzë u vu dhe Florian Marku, administrator i Flori Pharma, i cili blinte dhe tregtonte kontraband ilaçe që shërbenin për trajtimin e kancerit. Ministria e Financave thot se po ndjek me vëmendje rritjen e çmimeve dhe mund të ndryhë me një paketë mbështetëse për shteresat në nevojë. Rritja e çmimeve në treg, sidomos për produktet bazë dhe karburantet, ka rikthyer në vëmendje nevojën për ndërhyrje sociale. Ministri i Financave Petrit Malaj deklaron se nëse situata e kërkon, qeveria është e gatshme të ndërhyjë me paketa mbështetëse për shtresat më vulnerabël. Jemi duke monitoruar në mënyrë të vazhdueshme situatën, kryesisht edhe se si do të reagojë tregu për sa i përket rritjes së çmimeve dhe kush do të jetë niveli i inflacionit muaj pas muaj. Në të njëjtën kohë, një nga masat kryesore ekonomike për këtë vit mbetet mbështetja për bujqësinë, që do të nisë kompensimin e TVSH-s nga një korriku i vitit 2026. Vëret se kemi një rritje të transaksioneve midis fermerëve me nipt dhe grumbulluesve dhe përpunuesve, shuma potenciale vetëm për 3 mujorin e parë të vitit 2026 është 400 milion lek, shumë e cila do të kalojë në llogaritë e fermerëve. Ndërkohë, treguesit fiskal japin sinjale pozitive. Të ardhurat në buxhet kanë arritur në rreth 205 miliard lek në 3 muajt e parë të vitit, ndërsa autoritetet vijojnë monitorimin e çmimeve, veçanërisht për naftën që ka ndikim zinxhir në ekonomi. Peshën më të madhe në këto të ardhura e zën tatimet, e pasuar më tej me dogana, kemi një rritje të shpenzimeve buxhetore me rreth 5.9%. Në tërësi, politikat ekonomike po orientohen drejt balancimit me stabilitetit fiskal dhe mbrojtjes sociale, në një kohë kur luhatjet e çmimeve mbeten sfida kryesore për ekonominë familjare. Do të flasim tani për Lezhën, ku autoritetet vendore kanë nisur përgatitjet për sezonin e ri turistik. Lezhë ka nisur përgatitjet për sezonin turistik, i cili do të hapet zyrtarisht në fund të muajit maj. Fokusi kryesor është vënë tek shërbimet e kryesisht pastërtia në zona turistike të Tales dhe Shëngjinit. Gjatë një takimi me operatorët turistik, kryetari i Bashkisë Lezhë, Pjeri Ndreu, njoftoi rregullat e reja për menaxhimin e mbetjeve në zonë, duke paralajmëruar masat e ashpra ndëshkimore deri në ndjekje penale për bizneset që nuk do t'i zbatojnë. Për biznesin dhe për familjarët, koshat do hiqen komplet. Do marrin vetëm tipologji koshash për mbetje të riciklueshme, as edhe një biznes nuk mundet të nxjerrë qoftë një fije, bari jashtë orarit. Kryebashkiaku foli edhe për autostradën Milot-Balltren, punimet e së cilës pritet të nisë së shpejti, si dhe për investimet e tjera infrastrukturore që pritet të japin një qasje të re turizmit në rajonin e Lezhës. Nuk ka zgjidhje më kardinale për Lezhën se sa Milot-Balltreni, sepse pastaj ne na krijohet një tjetër histori, edhe po marrim Talen për shembull, edhe me rrugën e re që bëjmë, edhe me rrugën që është ekzistuese, ne shkojmë me bim 90 gradë sot. Numri i turistëve në Lezhë ka ardhur gjithnjë në rritje gjatë viteve të fundit. Shëngjinit e bregu i Tales janë kthyer në një prej destinacioneve më të kërkuara. Do të flasim për Kosovën, ku ushtruesja e detyrës presidentes Albulena Axhiu shpalli datën 7 qershor për mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme. Pas vlerësimit të afateve kushtetuese, nevojave organizative të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe rëndësisë së pjesëmarrjes sa më të gjerë të qytetarëve në këtë proces,
kanë vendosur që zgjedhjet e parakohshme për kuvendin e Republikës Kosovës të mbahen në 7 qershor. Data e zgjedhjeve u shpall pas takimit që zhvilloi ajo me përfaqësues të partive politike parlamentare, me të cilët u konsultua paraprakisht për datën e zgjedhjeve. Edhe përfaqësuesit e partive politike kanë shprehur pajtim që 7 qershori të jetë datë e zgjedhjeve. Për Partinë Demokratike të Kosovës, cilat do nga datat mbrana afateve kushtetuese dhe mbrana vendimit të gjykatës kushtetuese është e pranueshme. 7 qershorit si data e zgjedhjeve, me që ishte po ashtu një arsyetim që KQZ-ja ka kërkuar paraprakisht për shkak që i nevojitet më shumë kohë për mobilizim të strukturës së saj. Zgjedhjet parlamentare do të mbahen pasi vendi nuk arritje që në afatin kushtetues të zgjedh presidentin e ri të vendit. Presidenti Trump po shqyrton mundësinë e rifillimit të luftës me Iranin. Donald Trump le të hapur mundësinë e rinisjes së luftës me Iranin. Gjatë një takimi me gazetarët në Shtëpinë e Bardhë, presidenti amerikan u shpreh i paqartë për fatin e negociatave, por mjaft i prerë kur erdhi puna tek opsioni ushtarak. Nuk e di nëse na nevojitet rinisja e luftës, por mund të na nevojitet. Ata iranianët duan marrëveshje dëshpërimisht, por ne kemi një problem sepse nuk e dim me siguri se kush janë udhëheqësit e tyre aktualisht. Ndërsa administrata zyrtarisht deklaron se po pret propozimet për paqe nga Teherani në prapasken, po përgatitet ajo që Trump e quan si stuhie e pashmangshme. Krerët e Pentagonit i kanë dorëzuar presidentit planet për atë që cilësohet si një ofensivë e shkurtër por e fuqishme. Ky plan strategjik përfshin 3 objektive emergjente: bombardime ajrore për të thyer rezistencën iraniane, përdorimin e forcave toksore për të marrë në kontroll ngushticën e Hormuzit dhe një operacion të forcave speciale për sekuestrimin e rezervave të uraniumit të pasuruar të Iranit, përpara se ato të shndërrohen në armë. Më herët lideri suprem Mojtaba Khamenei përmes një deklarate të ashpër bëri të qartë se Irani nuk do të tërhiqet nga ajo që ai e quan trashëgimi kombëtare bërthamore. Të huajt që vinë nga mijëra kilometra larg për të vepruar me lakmi dhe keqdashje nuk kanë vend aty, përveç se në fund të ujërave të tij. Kjo retorike ashpër lufte shkaktoi panik në tregjet ndërkombëtare të naftës. Pasiguria për furnizimin global rriti në çmime rekord çmimin e naftës së papërpunuar në bursën e Londrës, me deri $126 për fuqi gjatë 24 orëve të fundit. Shtetet e Bashkuara mund të reduktojnë trupat e tyre ushtarake që janë të dislokuara në Gjermani, Spanjë dhe Itali. Presidenti amerikan Donald Trump njoftoi përmes truthit se do të reduktojë së shpejti numrin e trupave amerikane në Gjermani, ku ka 36.000 ushtarë, më shumë se kudo tjetër në Europë. Shtetet e Bashkuara po studiojnë dhe po shqyrtojnë reduktimin e mundshëm të trupave në Gjermani, me një vendim që do të merret gjatë periudhës së shkurtër kohore të ardhshme. Planin e shpalosi një ditë pasi kancelari gjerman Friedrich Merz tha se Shtetet e Bashkuara po poshtërohen nga udhëheqja iraniane për shkak të mungesës së rezultateve në negociata. Ati personalisht u drejtua me një tjetër postim. Kancelari i Gjermanisë duhet të shpenzojë më shumë kohë për të dhënë fund luftës me Rusinë e Ukrainën, të shpenzojë më pak kohë për të ndërhyrë tek ata që po heqin qafe kërcënimin bërthamor të Iranit. Gjatë një takimi më vonë me gazetarët në Shtëpinë e Bardhë, Trump nuk përjashtoi edhe mundësinë e tërheqjes së trupave amerikane nga Spanja dhe Italia. Është folur më herët në mete se Shtetet e Bashkuara mund të zhvendosin trupat në vende të tjera të NATO si Poloni, Rumani, Lituani dhe Greqi. Tu përfunduan zonja dhe zotërinj, ju faleminderit për vëmendjen. Natë mirë.